Mirë dita të dashur miq. Po filloj orën letrare me vazhdimin e leximit të parathenies të shkruar nga Muzafer Xhaxhiu në librin Lirika Antike Greke, botimi shpisbotuese na Infrashi, viti 1980. Për herë të parë lind ideja se bota materiale nuk ka fund në kohë dhe hapësirë, se njeriu nuk është krijesë e fuqive hyjnore, po përkundrazi, perëndit janë krijesë e fantazisë së njeriut, që në këtë çast lindi lufta midis materializmit dhe idealizmit, midis dialektikës dhe metafizikës. Zhvillimi i filozofisë dhe i shkencës, tregtisë dhe i lundrimit në Greqi, kontakti me popull dhe vende të ndryshme, të gjitha këto lindën nevojën për të përjetësuar në shkrim ngjarje historike, përshtypje udhëtimesh, ligje, zakone, urtësinë dhe përvojën e jetës së popullit. U dukën kështu logografët dhe fabulistët e parë, Ezopi, që përmes personazheve kafshë vunë në shenjën e satirës, vese dhe plagë të shoqërisë së re. Letërsia e re që lindi në këtë kohë bëri objekt të pasqyrimit tema dhe motive nga jeta e përditshme, botën e brendshme të individit, me interesat dhe pasionet e tij, në ndryshim nga eposi i lashtë që shprehte ndjenjat dhe idealet e një bote tani më të perënduar. Gjinia që lulëzoi si në asnjë vend tjetër në lashtësi është poezia lirike, e cila së bashku me poezinë epike dhe atë dramaturgjike shënoi kulmin më të lartë të letërsisë klasike greke. U quajt lirike nga emri i veglës muzikore Lira, me të cilën shoqëroheshin poezitë e kënduara nga një njeri, lirika monodike, apo nga shumë njerëz, lirika korale. Rruga nga poezia epike në poezinë lirike ishte e gjatë, por jo dhe krejt e panjohur. Poezia lirike në kuptimin e poezisë subjektive, që na jep me natyrshmëri mendime dhe ndjenjat e poetit, ishte e njohur dhe e kultivuar dhe më parë në fjesin e akeve, të shmitës sigurta. Për këtë gjejmë edhe në poemat e Homerit, kur poeti përshkrua në mburojën e Akilit figurën e një fëmije që i binte ëmbël qestes, e lehtë me zë këngën e linit merte, ku ka parasysh një episod nga jeta reale e kohës së tij, kënga e trishtuar që vajtonte fundin e parakohshëm të fëmijës Lin. Kësombla të këngës lirike elegjake gjejmë edhe në visjet të tjera të Iliadës, vajtimi i Andromakës dhe i prindërve mbi kufomën e Hektorit. Sidoqoftë, lirika arkaike ishte shumë e lidhur me botkuptimin mitologjik dhe me rrite të ndryshme fetare. Natyrisht, këngët e punës e të dasmës, këngët e përmorshme dhe fetare shprehnin diçka nga bota e brendshme e njeriut, por ato gjithsesi përmbanin në vetvete elemente të botkuptimit të kohës dhe i takonin më shumë folklorit dhe jo lirikës individuale të kultivuar. Lirika individuale lindi vetëm atëherë kur u duk poeti individual, kur njeriu nisi të bëj i vetëdijshëm për personalitetin e tij të lirë, pas rënies së bashkësisë primitive të fisit. Lindja e pronës private dhe iniciativës personale u pasqyrua edhe në mënyrën e shprehjes të ndjenjave dhe mendimeve të njeriut. Në vend të paraqitjes së botës ideale të hyjnive dhe të herojëve të këngëve të lashta epike, vendin kryesor tani e zë subjektivizmi, në vend të botës së fantazisë, realiteti gjallë, në vend të skaluarës së lashtë, jeta aktuale. Por edhe në këtë fushë, trajta e re e ndërgjegjes shoqërore nuk u shfaq menjëherë dhe kjo duk edhe në poezi. Një pjesë e lirikës greke priret ende nga eposi, dhe po të ndjekim vazhën e zhvillimit të poezisë lirike, vërejmë se belbëzimi i parë i saj është një kushtrim për luftë. Aty nga gjysma e shekullit të 7 para erës së re, kishin shkelur në pragun e botës helene fise dhe popull barbar, të cilët po kërcënonin lirinë e qyteteve shtete të Greqisë. Dhe poeti lashtë Kalin u kujton bashkëqytetarëve rrezikun që po kanoset dhe i fton të rokin armët. Secili le të luftojë gjerë të shtigjet e fundit, se për një burrë është nder dhe lavdi, kur për atë dhe për grua dhe fëmijë lufton kundër armikut. Vargjet e tij. Në ndryshim nga epoka homerike, ku për të mbrojtur Trojë dhe vatrat e tyre luftojnë vetëm trojanët, tani nocioni për Adheun bëhet më i përcaktuar. Dhe tema e mbrojtjes dhe dashurisë për të do të zërë një vend të rëndësishëm në lirikën greke. Nuk pas ka gjë më tembër se Adheu, këndon Theoknidi.
Adheu si nocion tani nis e konkretizohet nga faktor ekonomik, një arsye më tepër kjo për ta mbajtur qytetarin të lidhur fort pas tij, sepse si thotë Tirtea, ai njeri që braktis adhe e tokë pjellore endet ande këtej, duke shtrirë dorën, krejt i dërmuar skamje dhe mjerimi, të Tirteut këto varë. Më vonë me kushtrimin për luftën në mbrojtje të Adheut dhe të familjes, do të bashkohet zëri i Alkeut, i Safos, i Anakreontit, i Simonidit e të tjerëve, duke forcuar edhe më tepër notën realiste aktuale të poezisë, e cila do të pasurohet me tema dhe motive të reja. Realiteti i ri shoqëror do të derdhet me të gjitha hijedritat e tij në vargjet e skalitura të poetëve grek të shekujve të 7 dhe të 6. Përmes një lirizmi të hollë dhe thjeshtësisë sugjestive, do të shprehen mendime dhe ndjenja të përjetuara nga poeti. Por lirika greke u zhvillua jo me të njëjtat forma dhe ngjyra në tërë trevat e Greqisë. Nëse poezia lirike që u zhvillua në Ioni kishte përgjithsisht përmbajtje dialektike që ftonte lexuesin për veprime të mira, për punë të rëndësishme e të virtutshme, kurse ajo që u zhvillua në fisje dorike mori formën e lirikës korale, e cila më shumë nga të gjitha llojet e tjera mbajti lidhje të ngushta me kultin dhe rritet e ndryshme dhe u shërbeu kryesisht këtyre. Në vjeshat e poetëve të shkollës poetike eoliane, Alkeu dhe Safos, momenti subjektiv u shpreh më qartë dhe më me elegancë. Poezia korale e kënduar nga një grup njerëzish në mes të popullit dhe në vende publike shprehte ndjenja, mendime, dëshira të përbashkëta për tërë qytetin. Individualizmi, karakteristik për komunitetin e olëve, te dorët nuk gjeti kushte politike për të zhvilluar. Fisi dorëve i ruajti për një kohë më të gjatë traditat aristokratike e luftarake. Paragjykimet e lashta të kasës dhe feja tek ata ushtroi një ndikim më të madh se në fiset e tjera helene. Kjo bëri që jeta private t'i nështroje jetës publike dhe individi t'i jetonte i tëri me interesat e komunitetit. Dorët u treguan më të përmbajtur në shprehjen e ndjenjave personale, me rastin e festave popullore fetare, procesioneve solemne në dasma e në funerale, koret e tyre madhështore u shtonin në rrugët e qyteteve, duke shprehur ndjenjat dhe mendimet e përbashkëta qytetare. Grekët ishin shumë të ndjeshëm ndaj melodive muzikore që kanë qenë shumë të larmishme në Greqi. Kjo përcaktoi harmoninë e melodizitetin e lirikës në përgjithësi në dy drejtimet e saj kryesore. Ndari, poet, aqsa dhe muzikant, përfaqësuesi më i madh i lirikës korale, në këngët e tij e veçanërisht në epiniket, glorifikoi me tone të ngritur e madhështor fitoren e atletëve në garat gjimnastikore të Olimpijes, Delfit, Nemesë dhe Korintit, dhe duke marrë shkas për tyre, shpërthente në botën e mitologjisë me një fuqi të maknishme përgjithësuese. Mbi virtutin, bukurinë morale e fizike të njeriut si mishërim idealit kohës. Nëse Pindari shprehu qëndrimin e tij ndaj realitetit në mënyrë impersonale e të tërthortë, Alkeu, përfaqësuesi i lirikës monodike eoliane, u shpreh drejt për së drejti e në mënyrë tepër personale. Poezia e Alkeut u bë pasqyrë jetës së tij, vala e përleshjeve politike që zhvilluan të ashpa në qytetin Mitlenë të Lesbosit, përfshiu në vorbullën e saj edhe poetin, luftrat e vazhdueshme kundër tiranëve, hallet e mërgimit nga Adheu, gjetën shprehjen e tyre në vargjet e shkruara me një shqetësim nervoz e me shpërthime të shpeshta, plot thirrje dhe evokime të kohëve heroike për të rokur armët e për të luftuar, me burërinë e etërve trima që derdhjen poshtë në mëdhe. Por me kushtrimin për luftë dhe me ndjenjën e urrëties klasore përzihen te Alkeu tingujt e gëzueshëm të jetës, thirrja që ai u bën miqve për të shijuar dashurinë dhe verën. Pi melanip e dehu bashkë me mua. Poeti hedh poshtë paragjykimin mbi botën e përteme. Ai fton mikun ta heqë mendjen se mund të shohë përsëri rrugën e pastër të diellit, pasi të ketë kaluar te Akerontit që valon me gjire. Thirrja për të gëzuar jetën në të gjitha shfaqjet e saj e forcoi edhe më notën realiste të poezisë lirike.
frymëmarrja e së cilës u bë më e lirë dhe u shtoi deri në fshehtësinë gjëra atëre të panjohura të psikikës njerëzore. Edhe më fuqishëm tingëllojnë optimizmi dhe kënaqësitë shqisore në poezinë e Anakreontit, të këtij këngëtari ashik që jetoi mbi 80 vjet, që digjet nga dashuria dhe që kërkon ta shijojë jetën si dikur në rini. Ky këngëtar i lash klasik i dashurisë, Henger si e ka quajtur kështu, u bë simboli i poezisë erotike dhe objekti i imitimeve të shumta në antikitetin e vonë. Bota greke, e kthjellë dhe poetike, e lirë nga misticizmi dhe dogmat kristiane, e shikon dashurinë si një ndjenjë të natyrshme, si forcë rikrijuese e përtëritëse. Që kërka e gjatë, ta leme kaq edhe për sot, edhe ta përfundojmë në emisionin e ardhshëm.